Dashi, në kulturën e lashtë indigjene të Hawait, fjala mana ose mana, këtë nuk di të them se si është shqiptim, po mana ka kuptimin e fuqisë shpirtërore, e fuqisë së magjishme që mund të kenë njerëzit, objektet apo vendet të shenjta. Dhe në kontakt me këtë fuqi shpirtërore, mana, mund të marrësh prej saj, ose në qoftë se e ke, edhe mund të humbasësh diçka prej saj, në qoftë se je neglizhent apo i pavëmendshëm. Një njeri që ka aftësinë të shërojë, për shembull, në qoftë se nuk i kuron mirë pacientët e tij, mund të humbas një pjesë të kësaj fuqie që quhet mana, të kësaj energjie që quhet mana, që atij i ka dhënë aftësinë të shërojë. Jam i bindur që ky princip nuk vlen vetëm në Hawaii. Të gjithë ne kemi një raport tepër të ngushtë me fuqinë jetësore që kemi brenda nesh. Pra, çdo kush prej nesh ka manën e tij brenda. Po ti o njeri i shenjës dashit burra grua qofsh, në çfarë niveli e ke manën tënde aktuale? Ka ardhur momenti që ta zbulosh dhe ta kuptosh këtë gjë. Dhe pasi ta kesh kuptuar e ta kesh zbuluar, duhet edhe ta shfrytëzosh deri në fund. Është fat i madh që e ke dhe që mund ta shfrytëzosh. Dash, burra grua qofsh, kujto vazhdimisht një gjë, fuqinë tënde magjike, që e ke brenda vetes, manën tënde, në qoftë se nuk e përdor siç duhet, e për qëllime të mira natyrisht, edhe mund ta humbasësh.